qenë një temë e mirë, Donald J. Trump, si pas presidentës, është mik I madh I Kosovës. Ashtu si që ka thënë miku juaj I mirë dhe miku I madh I Kosovës, presidenti Donald Trump, politika e paqes nëpërmjet fuqisë, peace through strength, është ajo që do të kuptohet më së miri në këtë rajon. Si pas kryeministrit, është njeri që mon thika me harta. Sepse marrëveshja është e gatshme ku këta me thika mbi hartën e Kosovës kanë qëndruar për 2 vjet e tash mua duan të më ftojnë ta marrë një karrige të bashkohem tavolinës për kërcitjen e tapës së shampanjës. Unë nuk e bëj këtë. Dhe mendoj që po t'i merrja 4 këmisha, më shumë më pak, e të shkoja në shtëpi të bardhë, edhe dilja në mënyrë demonstrative prej atje. Ky është dëm shumë I madh Republikës Kosovës. E tash që diplomacinë e kemi lëmë kjo dihet, që fuqinë lobuese në Shtetet Bashkuara e kemi humbë, kjo u konstatu disa herë, që marrëdhëniet Kosovë-Shtetet Bashkuara kanë degraduar dhe janë në nivelin më të ulët të kohëve të fundit, po ashtu është thënë nga disa burime. Por me që Trumpin e pas kemi mik të madh, hajde të merremi me një temë me të vetmin dokument lidhur me Kosovën të nënshkruar nga Donald J. Trump dora vetë. Ai dokumentu nënshkruar në Washington. Si pas ish kryeministrit është marrëveshja e Washingtonit. Si pas kryeministrit aktual është truja suedeze. 95 e këtej, çka kam lexuar unë, kjo është singulare, kjo e 4 shtatorit të vitit kaluar. Andaj, besoj me të drejtë e kemi kritikuar si një tryezë suedeze, si një bufe, ku ndoshta është menduar që të marrësh një 2-3 gjëra në një datë të më vonshme varësisht se çka do të jetë e favorshme. Tash, temë e mirë kishte qenë nëse në këtë tryezë suedeze merren thikat për filetim edhe kafuni, mas dezertit dika shtrohen hartat edhe bëhen cop-cop. As temë e mirë ka qenë sa që sot I kom hup 20 minuta tu tentu mi ja shpjegu ChatGPT-s qysh dokën thikat me harta në zyre ovale dhe ja që ka shkarravit në fund. Vazhdojmë. Në dokumentin e Washingtonit thuhet, të dyja palët do të zbatojnë marrëveshje për hekurudha dhe autostradë që lidhin këto vene. Në Kosovë nuk u marr kush me këtë punë. Për këtë punë Amerika je pare, para hapës jemi marrë me këtë sport. Të dyja palët do të angazhohen për pikkalim të përbashkët në Merdare. Pikkalimet ma shumë kanë qenë teme problemeve dhe tensioneve se sa promovuese televizjes e lirë. Të dyja palët do t'i bashkangjitën Schengenit Ballkanik, I ka dek nona kësaj pune. Të dyja palët do të angazhohen për menaxhim të imanit, harroje numrin tim nuk u marr kush me këtë laf. Të dyja palët do të ndalojnë pajisjet 5G dhe furnizuesit jo kredibil. 5G ka veç në Facebook të ministrave, nga Kina qeveria I pat bledo kamera, dorën zemër ma ne I kanë heq. Edhe kjo duhet mu thonë po ashtu. Pjesë e marrëveshjes ka qenë diversifikimi burimeve energjetike. Okej, qëtu e kemi një marrëveshje të nënshkruar për bateri. Po s'kemi as bateri, e as nuk kemi prodhim të rrymës për me rujt në ato bateri të cilat se dikur vinë. Me fjalë tjera, pak e hiç nga ajo që është nënshkru është ka zbatohet. Edhe për këtë punë ka mungesë të vullnetit edhe mungesë të llogaridhënies. Edhe a dini çka? Ky dokument I Washingtonit është një dokument. Tjetër dokument është lista e zotimeve që e ka nënshkru presidentja, kryekuvendare dhe kryeministri. Tjetër dokument është ai që e ka nënshkru ministria e jashtme. Tjetër është një që është vendosur në Bruksel që na fut në masa ndëshkuese e tjere. Vizita sekretarit përgjithshëm të NATO-s saktë e kallëzoi çka NATO pret nga Kosova, që është saktë ajo që Kosova nuk është ka e bën, zbatimi I marrëveshjeve dhe obligimeve ndërkombëtare. Kuptohet, në Kosovë nuk kemi pse merremi me këtë temë. Duhet të numërohen votat nga Vizbadeni dhe Vupertalli, të rinumërohen votat nëpër dokatunet Vushtris. Këshire, so do e dëmshme që është hajnia mrena llojit në LDK. Edhe so do e rëndësishme që është që PZP-ja dhe organet tjera përkase ta konstatojnë këtë hajni. E më pas hajnat e votës të dënohen, zvarritjet në proces kanë me kushtu me zvarritje në projekte edhe në tema që na e përcaktojnë të ardhmen. Jemi në gjysmë të marsit, që I bie që kuvendi si vjetë s'ka me punu ma shumë se 5 muaj në total, me që ka me pas pushim të verës edhe ka me pas halakam për shkak të fushatës së zgjedhjeve lokale. Nëse nuk ka kuvend, s'ka jetë as paravarësisht normale politike, kurse duke mos pas qeveri të re, s'ka potencial që të shtyhen projekte të rëndësishme.
Pra, ajo që dihet është që 3 mujorin e parë e kemi të humbën, 3 mujorin e tretë e kemi pushim, edhe 3 mujorin e fundit kemi zgjedhje. Për shkak të do mos difshave në KQZ, edhe do hajnave të votave, rrezikojmë ta humbin edhe 3 mujorin e dytë tash, edhe të na shkoj krejt viti kët. Mysafirët e parë sonte Ibrahim Gashi dhe Isem Berisha.